edhe qytetarët e rëndom për edhin, në momentin kërë krijohet qeveria, zgjidhet një prezident të cilin i përqafon dhe i shërben zotit Kurti, në atë moment ka me i shkarku me ministra ose i përveson ministrat për veti. A më kuptoni? Kështu që unë kësha pas direkt një pyetje për burimin. A ka qenë kjo pak e ngutshme burim me njëherë me dhunë përgjigje? Jo si aleancë. Për njëherë me thonë jo nuk po vim, ose plotësonaj kushtet për arsye se edhe jo nuk jeni në atë pozicion që mundeni me qitë qatë shumë kushte. Tash po jemi shumë, po mundohemi dy ante medaljes me i analizu dhe me thonë, ju më në ofroni këtë, ata ofrojnë këtë, po ju me thonë që kësaj here me tregu një farë gatishmërie për me i te i kalu ato. E di, a mendon që kjo ka me ju penalizu si parti, në që se nuk shkoni, edhe keni këthy veç përgjigje negative, juve si aleancë? Fëndet shumë, edhe njerë për them, ose për ripësëris një aspekt platforme që në shumë. Nuk ka qenë ngutshme kur ne kemi dalë me njës kryetari Gjini, në emën tonin gjithë, në emën të aleancës, ka dalë me 26 qershor me një ofertë. Pra, atëherë nuk kemi thonë që aleanca unë ngutë, ofroj dishka, aleanca po jep ofertë. Aleanca ka thonë ofertë. U mirëpret kjo në fakt, nga gjithë. Po pra, nuk ka qenë ngutshme. Për tash? Rjedhimisht. Ne nuk kemi thonë asot që zotoni për qëto qështje e ne do t'ju vim takim. Pra ne veç po themi, nuk ka nevoj për takim me ne. Ftesën e dytë mund t'i përgjigjeni po. Jo, nuk ka nevoj për takim. Na shkojnë parlament dhe bojnë forumin e sa i mërë. Na shkojnë parlament e bojnë forumin. Pse duhet takim për diçka në cilin ne para prakesh që 2 javë kemi qenë ata që me drejtë të thatë aleanca ka qenë vetëmja proaktive këtë tim. Plus, ju lutem mos ta nënvlerësojmë. Aleanca nuk është të lyp asë një lloj benefiti për vete. Ku është problemi me taku zotin Kurti, me ja thonë sy, që to jonë kërkesa tona. Nuk me ndoj që është i panevojshëm. Kemi dash çdo herë dialog, kemi dash me ju posi parti me unë një tavolinë. Është thjesht i panevojshëm pranverë. Është thjesht i panevojshëm. Menoj që po ikni pak përgjithësisë në këtë aspekt. Na kemi marrë rol proaktiv. Nëse jemi proaktiv, nuk jemi të ikë përgjithësisë. Veç jemi të thonë, që na menojmë qëto, leja na me të ndimu nëse ki zotim publik, pra për nuk jemi të thonë që bani sot se zbonë për një dit ato. Pra jemi të thonë për një zotim publik e të shkrum në këto tema. Dhe pastaj, çka është? A janë mbush mendin një zotim, i zotit Kurti, që do t'jap lehtësej këto kërkesa dhe jo bëni korumin. Jeta publike e ka edhe një përgjithësi deklarimit publik, apo? Nëse zoti Kurti dhe zotohet se si kryeministër i qeverisë së re do të merret në këto tema, na e lëm popullin me vlerësu, a ka mashtru ajo? Apo kupton? Është çështje e përgjithësisë publike. Atëherë, të sona dhe neve, pra, apo rrim edhe të bëjmë kërëm. Nashta ju ka ftu më ju thonë 4 për këtyre 6 dhe për marë, nashta... Se ne? Nëse së shkon fare me u taku, në kom 6 pika dhe... është i panevojshëm takim. Rregull, okej. Sepse diskutimin mbi ato 6 pika mund tjetë edhe publik. Mund tjetë edhe kësisht publik.